Rruga që të çon në varrezat publike të fshatit Frakull e Madhe në njësinë administrative Frakull është degraduar ndjeshëm si pasojë e amortizimit dhe mungesës së investimeve për mirëmbajtje nga pushteti vendor. Kjo situatë është kthyer në një problem serioz jo vetëm për familjarët që përcjellin të afërmit e tyre në banesën e fundit, por edhe për banorët që vizitojnë rregullisht varret e të dashurve të tyre. Segmenti rrugor ndodhet në gjendje të mjerueshme, i mbushur me gropa dhe dëmtime të shumta që e bëjnë kalimin e vështirë e në disa raste edhe të pamundur. Mes banorëve që ankohen për gjendjen e rrugës, është edhe një i moshuar që viziton shpesh varrin bashkëshortes. Ai thotë se çdo herë që kalon në këtë rrugë të dëmtuar dhe ndalet pranë vendprerjes së saj, ndjen sikur ajo i flet se pse e shikon ashtu, sepse dikur edhe ajo ka qenë aty ku është ai sot dhe i di vështirësitë. Për të ashtu, si edhe për shumë banorë të tjerë, mungesa e kujdesit për rrugën që të çon drejt varrezave nuk është vetëm një problem infrastrukture, por edhe mungesë respekti për kujtimin e atyre që nuk jetojnë më dhe për familjarët që i vizitojnë. Kam gruan atë vetë shkoj. Rruga këtu. Kush do ta bëj? Kur e plaku, skajt fund. Kush? Mall ka qenë në fillim. Dhe mi shikoj, mi bëj, e ikim. Kush do përdore? Kush doj? Le t'i shikoj. Se dhe ata këtu ka qëtë e mine, po dhe në vetë që do vemi të janë ata. Investimi i varrezave duhet bërë sepse është respekt për të njerëzit edhe për ata që janë aty. Rruga e varrezave duhet të rregulluar, që të shkojmë të shikojmë të afrin tanë që kemi varrosur atje. Banorët shprehin për televizionin Apollon se paguajnë rregullisht taksat vendore, përfshirët e tarifën për varrezat, por pavarësisht kërkesave të vazhdueshme ndër vite, pushteti lokal nuk ka ndërmarrë asnjë investim për rehabilitimin e rrugës. Sipas tyre, i vetmi investim i kryer në këto varreza është realizuar nga një prej banorëve të zonës me fondet e tij familjare. Ky investim ka përfshirë sigurimin e furnizimit me ujë, riparimin e murit rrethues dhe pastrimin e ambienteve të varrezave dhe për këtë i janë mirënjohës. Që me Qemali ka dhënë ujë atje, ka dhënë qesëm, ka dhënë disa gjëra, dërgon ai punëtor, pret ato barishte, t'i bën. Faleminderit Qemali. E vetmja shpresë për ndërhyrje në rrugën e varrezave publike të Frakullës së Madhe mbeten fushatat elektorale, shprehen banorët e revoltuar. Ata denoncojnë mungesën e përkujdesjes institucionale ndaj varrezave të fshatit, të cilat sipas tyre nuk mirëmbahen, ndërsa rruga vazhdon të mbetet në gjendje të rënduar. Banorët tregojnë se shpesh janë vetë ata që detyrohen të mbushin gropat me materiale inerte dhe mbetje ndërtimi, sa herë që kanë për të varrosur një familjar ose kur vizitojnë të afërmit që prehen në këto varreza.